Kombëtarja e Shqipërisë së femrave ka nisur grumbullimin e parë për këtë vit në Shkodër në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për botërorin 2027. Shqipëria është pjesë e grupit B1 së bashku me Malin e Zi, Çekin dhe Walesin. Në drejtimin e trajnerit shkodran Armir Grima dhe stafit kuqezi, skuadra zhvilloi seancën e parë stërvitore. Në një intervistë, trajneri shkodran i kuqezinëve foli për objektivat e skuadrës në këtë fushat kualifikuesesh. Për çdo kompeticion ne rriten pretendimet tona, nuk jena moja Shqipëria që shkojnë për mos humbë thellë ose shkojnë për bëjë lojë dinjitoze. Këtë radhë do pretendojmë që të marrim pikë e nevojshme që ne na duhen për të siguruar qëndrimin në ligën B dhe normalisht pretendojmë diçka më shumë në bazë të lojrave dhe normalisht duke pasur gjëra fizike të vajzave si do e kemi dhe të shpresojmë që të bëjmë diçka më mirë këtë edicion. Grima foli edhe për përforcimet me futbollistët e reja të ftuara në këtë grumbullim, por edhe për kundërshtarët e grupit B1. Ideja është ne me këto dy lojtarët, me këto lojtarët më të vjetra që kemi, pretendojmë që të fuqizojmë akoma më shumë skuadrën, që kemi konkurrencë më shumë dhe normalisht presim shumë për këto lojtarë, sepse janë lojtarë që kanë qenë pjesë e jona dhe janë rikthy. Ndërsa për vajzat e reja po japim një mundësi më shumë që ta shohin veten pranë ekipit parë, që duke punuar shumë, duke vënë maksimumin, duke djersitur shumë dhe duke pas një shembull vajzat që ne kemi në skuadër, edhe do të ecim përpara dhe ta kenë një derë të hapur te ekipi kombëtar. E kemi bërë gjithmonë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Normalisht ne duhet të kemi gatishmërinë e vajzave të reja që ta shohin veten pjesë përbërëse të skuadrës dhe t'ia japim ne mundësinë që ata të jenë pjesë e rëndësishme e skuadrës. Po të tre kundërshtarët janë kundërshtarë të fortë, pavarësisht se shkallëve vështirësisë e Malit Zi me Çekin ndryshon ose me Walesin ndryshon prapë akoma më shumë. Por për ne e rëndësishme është që të mendojmë dhe të punojmë këtë ditë për të kaluar me sukses nesër me Malin e Zi. Është shumë e rëndësishme për ne që ta kalojmë këtë nesër me sukses dhe pastaj do mendojmë edhe për Çekin. Kundërshtarët janë fortë, do një impenjim maksimal, do një vlerësim maksimal dhe të japim 100% që ndonë fush për të marrë atë që ne pretendojmë për të marrë këtë sezon. Përgatitjet do të vazhdojnë në Shkodër përpara se kombëtarja të nisë drejt Malit të Zi për ndeshjen e datës 3 mars, me objektivin e qartë për të marrë pikët e para në këtë fushat.